Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me muajin shtator dhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Dhe kemi energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjës së Demit, Peshores, Shijetarit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Shoh një njohje të re në fillim të javës, një takim, ju dëshironi të bëni një fillim të ri me një person, por shoh që është një person që keni bërë shumë durim, është një person që ndoshta ju ka krijuar vështirësi në lidhje me një fillim të ri, një dashuri të re. Flasim për gjithë ata që janë në këto situata. Për pjesën tjetër, shoh në lidhje me lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri, të marrni zhvillime shumë të mira, por shoh që keni bërë shumë durim aty. Gjithsesi, do t'i shikoni gjërat më pozitivisht, do ndryshoni këndvështrim në lidhje me këto fillime të reja që do bëni. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me partneritete të ndryshme, ju dëshironi të hyni në një partneritet dhe shoh një partneritet shumë të mirë që do marrë zhvillime shumë të mira, ku ju keni bërë shumë durim deri në momentin që ta realizoni këtë partneritet. Këtu flasim në lidhje me bashkëpunime të ndryshme që ju keni te vendi punës, ose është një person dashamirës që ju mbështet për të bërë një fillim të ri, por është diçka që keni duruar për një kohë të gjatë. Gjithsesi, për një pjesë tjetër, shoh që ju duhet keni kujdes pak në lidhje me shëndetin tuaj. Dhe shohim në javën e dytë. Atëherë, kemi energjinë tuaj. Është energjia e shenjave të tokës dhe energjia e shenjave të tokës përsëri. Shoh ndryshime të mëdha, një transformim shpirtëror, sepse kemi energjinë tuaj, energjia e Akrepit, ku tregon transformim nga ana shpirtërore, tregon një ndryshim të madh, ju lini mbrapa gjithçka të vështirë që keni kaluar deri në këto momente. Dhe ju shoh që filloni të ecni para, duke pasur surpriza, dhe këto mund të jenë si në lidhje me shtëpinë, me familjen, me shpenzimet, me anën ekonomike, me punën tuaj, por gjithsesi këto fillime të reja do jenë shumë pozitive. Ju shoh që ju ka munguar dashuria për një pjesë prej jush, pjesën tjetër shoh që mund t'ju kenë munguar ana ekonomike, keni pas shumë shpenzime, keni ngel me pak para në duar ose ngeleni më saktë. Dhe ju shoh që do jeni duke menduar seriozisht. Do mendoni seriozisht në lidhje me një fillim të ri, me një dashuri të re, në lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike, ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, ndoshta që ju kanë lodhur, dhe sidomos në lidhje me punën tuaj. Dhe duhet keni pak kujdes me shëndetin, tham edhe te kjo kartë tregon duhet keni pak kujdes me shëndetin, sepse ju shoh shumë të lodhur. Ose në rastin tjetër, shoh që ju keni një lodhje të madhe fizike. Por gjithsesi në fund të javës do mendoni seriozisht në lidhje me gjitha këto situata. Ndoshta ju mund të keni pak frikë brenda vetes, por jeni duke menduar seriozisht në lidhje me fillimet të reja, në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me shëndetin tuaj, por dhe në lidhje me një lodhje, për t'i dhënë fund kësaj lodhjeje. Dhe shoh që do t'ju presin surpriza mbas kësaj situate. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Vazhdojmë në lidhje me javën e tretë, kemi energjinë e shenjës së Luanit, kemi energjinë e Diellit, kemi 4 energji, ku është dhe energjia juaj, energjia e shenjës së Demit, energjia e shenjës tuaj, shenja e Luanit, shenja e Virgjëreshës. Ju mund të keni dashëdenden ose hënë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona
të këtyre shenjave. Dhe kemi energji zjarri. Ju shoh shumë të lumtur në fillim të javës, me sharm, me shkëlqim, të suksesshëm. Shoh për disa prej jush mund të jetë lindja e një fëmije, ndërsa për pjesë tjetër shoh të lumtur në shoqëri, të lumtur në punën tuaj, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që keni. Gjithsesi, shoh që mbyllni një cikël të vështirë dhe jeni hapa drejt një cikli të ri të lumtur. Shoh që do t'i shikoni gjërat më qartë në lidhje me këto situata, sepse kjo tregon edhe do të shikoni gjërat si në dritën e diellit, në lidhje me disa situata të vështira që keni kaluar, në lidhje me mungesën e një dashurie, mungesa e një personi, mungesë ekonomike, një lodhje fizike, por në rastin tjetër në lidhje me shëndetin tuaj. Sepse ju shoh mendoni seriozisht, keni frikra, por gjithsesi unë shoh që do filloni gjërat do t'i shihni si në dritën e diellit. Dhe në momentin që t'i shihni si në dritën e diellit, ju do mbyllni një cikël të vështirë, do mbyllni të gjitha këto vështirësitë. Dhe e shohim dy herë, kemi ndryshime të mëdha dhe mbyllje ciklit të vështirë për të filluar një cikël të ri. Kjo mund të ketë lidhje me punën tuaj, me çështje dhe situatat e vendit punës, mund të ketë lidhje me studimet, ka lidhje me anën tuaj ekonomike, me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me shëndetin tuaj, në lidhje me lodhjen tuaj fizike, por gjithsesi me mbylljen e këtij cikli dhe fillimin e një cikli të ri, unë shoh që ju do ndjeni shumë mirë, do keni lajme të mira, do veproni shpejt, do keni një komunikim shumë të shpesh nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale, ose për gjithë ata që kanë lidhje me internetin. Për një pjesë prej jush, ju dëshironi të aplikoni për një punë të re, për studimet tuaja. Shoh udhëtime në fund të javës së tretë, por shoh që ju do veproni shumë shpejt në çfarëdo lloj situate që të jeni. Shoh lajme shumë të mira që do t'ju vinë shumë shpejt në fund të javës së tretë. Mund të jenë lajme të mira në lidhje me studime, lajme të mira në lidhje me shëndetin, me punën tuaj, me udhëtime të ndryshme, me anën ekonomike. Gjithsesi, është një energji fantastike në fund të javës së tretë. Por, vazhdojmë në lidhje me javën e katërt, si do jetë java e katërt për ju? Atëherë, në javën e katërt, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të gafores dhe energjitë shenjave të tokës. Gjithsesi, fundi javës ju sjell lajme të mira, udhëtime, veprime të shpejta që do bëni, mund të kenë lidhje me kontrata të ndryshme, mund të kenë lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje edhe me çështje gjyqësore, me ligjin, me dokumenta të ndryshme. Unë shoh që ju në fillim të javës 4 dëshironi të veproni shpejt, por ju shoh që do tregoni shumë të nxituar. Në lidhje me një dashuri, ju dëshironi t'i bëni gjërat shpejt, ose ju do tregoni, do thoni dhe fjalë që nuk duhet t'i thoni. Në rastin tjetër, sepse shoh që dëshironi të vendosni një drejtësi, në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku ju do tregoni shumë të vrullshëm, shumë të nxituar, mbas marrjes së lajmeve, ose në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me shëndetin ose edhe me dokumenta të ndryshme, me çështje të ndryshme që kanë lidhje me dokumenta, me shtetin, mund t'i merrni nga më të ndryshme. Gjithsesi, në mesin e javës shoh paqartësi në lidhje me një person, me një dashuri, mund të jetë një njohje nëpërmjet rrjeteve sociale për disa prej jush, ku ju do përgjigjeni pak në mënyrë të shpejtë, do thoni fjalë të pamenduara mirë, dhe kjo gjë ju fut në paqartësi. Edhe pse shoh që keni emocione në lidhje me një dashuri, por ju keni frikra emocionale, mendoni që mund të keni prapaskena, sepse shoh prapaskena këtu, mund të jenë prapaskena në lidhje me një njohje që do keni nëpërmjet internetit, në rastin rrjeteve sociale, në rastin tjetër në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ju mendoni që diçka fshihet mbas një komunikimi. Mund të jetë komunikim te vendi punës, mund të jetë një komunikim në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet. Dhe shoh që mund të keni edhe persona që i mbani afër dhe janë persona që veprojnë mbas shpinës tuaj. Dhe shoh që mund të jenë persona që kërkojnë një mundësi nga ju, sepse shoh ose në rastin tjetër mund të keni dhe oferta të reja.
mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë dhe ju ndjeni keni frikra emocionale, ndjeni pasiguri në lidhje me këtë person, por mund të jetë edhe një person që kërkon një mundësi me ju. Në rastin tjetër mund të jenë situata te vendi punës, ku ju nxitoni në lidhje me një komunikim, në lidhje me një aplikim, keni frikra brenda vetes, aty shoh që keni persona që punojnë bas shpinës tuaj, po gjithsesi unë shoh që do t'ju vijë një ofertë shumë e mirë. Mund të jetë një ofertë pune, mund të jetë një ofertë në lidhje me anën emocionale, mund të jetë një ofertë në lidhje me studimet, në lidhje me situata që kanë lidhje dhe me ligjin, sepse shoh që jemi te energjie peshores këtu, kanë lidhje me çështje të ndryshme që ju dëshironi t'i zgjidhni, por thjesht mos u tregoni të nxituar, sepse shoh që ky nxitim do t'ju bëj pastaj do t'ju fusi në një situatë ku do keni paqartësi dhe mund të keni dhe persona që mund t'ju luftojnë pak në mënyrë të fshehtë. Gjithsesi, mundësitë dhe ofertat i keni në fund të muajit. Është një muaj që ka ulje ngritje, të gjitha shenjat, kështu do bien gjatë këtij muaji, nuk është se është vetëm shenja juaj, por ky muaj fillon me një dashuri të re, me një takim, me një person që ju shkëmbeni emocionet, bëni një fillim të ri, që merr zhvillime të mira, ndoshta keni bërë shumë durim në lidhje me një dashuri, për pjesën tjetër në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ka fillime zhvillime të mira në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me fëmijët, në lidhje me shtatzani. Ju mbyllni një cikël të vështirë, bëni ndryshime të mëdha në jetën tuaj, ndërkohë ju shoh që keni një transformim shpirtëror gjatë javës së dytë, por edhe pse ndodhin gjitha këto ndryshime, lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe aty ju presin surpriza, ju përsëri ndjeni mungesën e dashurisë dhe kjo është energjia e qendrës. Ndjeni mungesë ekonomike, ndjeni të lodhur fizikisht, por ndërkohë ju shoh që duhet keni kujdes dhe me shëndetin, sepse edhe në fund të javës së parë dhe në mesin e javës së dytë duhet keni kujdes me shëndetin tuaj. Gjithsesi, java e parë më tregon që ju i bëni këto fillime të reja, por këto duan pak durim për të zhvilluar, për të ecur dhe për të pasur atë suksesin tuaj. Dhe java e dytë bën mbyllje, lini mbrapa gjithçka, por përsëri ndjeni disa mungesa. I mendoni seriozisht në lidhje me gjithçka, por ekzistojnë ato frikrat që keni brenda vetes. Ndërkohë ju shoh në një pozicion mbretëror këtu, në një pozicion të mirë ekonomik, për një pjesë prej jush, sepse kalojmë nga pesa, kalojmë te mbretëresha e monedhave, që tregon që ju në momentin që ndjeni mungesë ekonomike do mendoni shumë seriozisht të rrisni të ardhurat tuaja. Shoh që do t'i shikoni gjërat si në dritën e diellit. Dhe do mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri, dhe mbas mbylljes së këtij cikli, në momentin që dëshironi të hidhni hapa para, aty do vinë lajme të shpejta për ju, që do t'i keni në fund të javës së tretë. Lajme të shpejta, një komunikim shumë i mirë nëpërmjet internetit, njohje të reja, shoh udhëtime këtu, lajme të mira në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin tuaj, ose edhe me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me shtetin, me ligjin. Ndërkohë, shoh paqartësi, futeni përsëri në paqartësi, sepse tregoni shumë të nxituar, dëshironi të bëni gjërat shpejt, dhe kjo ju fut në pasiguri. Duhet keni kujdes nga persona të fshehtë mbas shpinës tuaj, që mund të bëjnë gjëra që ju nuk i shihni, dhe shoh një mundësi, një ofertë në fund të javës. Ju do shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, me anën ekonomike, në lidhje me një deg studimi, në lidhje me drejtësinë për një pjesë tjetër, ose me çështje që mund të kenë lidhje edhe me dokumenta të ndryshme, ose në lidhje me shëndetin, ju vjen një mundësi. Gjithsesi, marrim një mesazh nga ëngjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëhere, kemi energjitë shenjave të zjarit dhe ju thotë, ju keni pasur shumë ngarkesa, nga e kaluara, ju thotë, keni shumë ngarkesa nga e kaluara dhe po të vëmë re këtu, ka mbyllje cikli, ndryshimet të mëdha, jeni te energjia juaj, dhe kjo ka lidhje me dashurinë. Mund të keni situata që ju kanë krijuar vështirësi në lidhje me dashurinë, disa tensione, konflikte, ose në rastin tjetër një lloj xhelozie që mund të ketë ardhur tek ju.
Gjithsesi, mund të keni pas tash tensione, gjëra situata të ndryshme, dhe ju dëshironi t'i mbyllni një cikël, keni ndryshime të mëdha, ndërkohë keni lajme të mira tanë dhe në lidhje me këtë mund të jenë edhe situatat e vendit punës, mund të jenë situata në lidhje me dokumentat, disa konflikte ose disa tensione, mund të jenë në lidhje me disa situata që kanë lidhje me dokumentat të ndryshme, me ligjin, me drejtësinë ose diçka tjetër, por gjithsesi këto mundësitë dhe ofertat i keni këtu. Është mirë që të dilni nga këto situata, sepse ju do ta mbyllni këtë muaj, këtë cikël të vështirë, dhe unë shoh që ju do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Atëherë kjo ishte për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Gjithsesi, ju uroj përsëri një muaj të mbar. Ju ftoj të ndiqni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme për gjitha shenjat e horoskopit. Dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe dëgjojmë në videot e radhës.